Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Mund të shikohet qartë, mund të shikohet dukshëm që sapo kam dalë nga dushi. Dhe do ha mëngjesi në balkon, pastaj do bëhemi gati. Sepse sa herë që kemi vajtur, asnjëherë nuk na është dhënë mundësia që ta shikojmë. O kemi harruar pasaportën, o ka njerëz shumë, o ka radhë shumë. Si që shikoni, ka marrë kufjet. Ka marrë edhe ujnë, kjo do me thënë që do ikim për palestër. Ky është fiti për në palestër, ka me fruta, kanatiere, ujnë me vete, edhe do ikim të palestrohemi, pasaj do lajmë trupin se probably do bëjmë me tjerës, do bëjmë maskën që thash. U ktheva vetëm, se dua të laj pak trupin shpejt e shpejt. Nuk e di, shpresoj shumë që mos të dali dështimi. Kur i thonë trust the process. The process. Më thoni një gjë që nuk e bëj dot. Më thoni. Unë jam gjeni. Unë jam nuk e di as vetë. Do të thënë e pabesueshme. I bëra flokët me bikutina dhe kam dalë super yll. Normalisht ka të bëj dhe prerja, që i kam prerë në shkallëzim. Po tani që e mësova, nuk e di. Investimi më i mirë që kam bërë, bikutinat janë. €1.50, 6 copë, po super, shumë bukur. Kush është parukere para meje? Ta harxoj unë 8.000 lek, 10.000 lek, për qa? Për asgjë. T'ju tregoj tani pak fitin, është fund i gjatë, me këtë kropin, nuk do vesh këto shapka, do vesh atlete, po a goddess. Jemi bërë pretty të dy. Ile sejqëm. Erdhëm deri këtu dhe nuk ikëm. Ku është? Ja, nuk ikëm. Ajo që mund ta merrni nën moshën 24 vjeç, nëse shteti ku ju vini janë të arsuar në BE. Ç'a të bëjmë tani? Ç'a të bëjmë? Shqipëria s'është. Do shikojmë. Dhe tani do ham ushqim gourmet, tradicional, McDonald's. Dita pak se isha veshur dhe isha përgatitur fizikisht dhe mëndërisht për në Akropoli dhe prandaj veshjen e kisha bërë kështu, sepse i përshtatet ambientit, shumë e bukur dhe i përshtatet ambientit. Qin qin, gëzuar. Pse nuk pikam atje, jemi të lumtur. 3 janë në fjalë, tani kjo ha buk i vjen për gjumë. Nuk e di do me thënë, për herë kur dalin duhet ta lëm të ham nga fundi, se po hongri që në fillim, më flihet gjumë. Ja, po e zej gjumë i rrugës pedonales. Të qatë bojë, a të ikim si? Ja. Kjo është Macja, po, kjo është një ndër shtëpitë më të vjetra që ekziston dhe që ka shumë e bukur. Ka shumë, Macja, ka shumë gjëra antike. Është shumë bukur, mënyra si janë ndërtuar si balkone. Pavarësisht që këta nuk e pranojnë avlli, ne të gjithë e dim që do me thënë do borri shtëpisë dhe duket që kanë jetuar Arvanitas. Njerëzit të xhamit ja bëjmë me dorë. Shko, bëja me dorë. Bëja, të merroj njerëzit. Qa tani, këtu luani shame këto tani? Ja. Buzhi peskat, qumë. Oda. Balkan 8. Tamam si Balkan 8. Mirë pozicioni këtu. Po, pozicioni 2? Po, edhe ky është pozicioni 2. Tamam, baba Balkanas. E treta. Balkan 8. Thot që është bërë në periudhën e Otomanëve, kohën e Turqisë. Mendoj që do më shkonte roli të isha një sultanesh. Klajdi, qa po bën? Ndërkohë shpina Klajdi. Po. Ha, dhe një këtu, bravo Balkan. E katërta. Pse, po do e kisha dëshirën që po të më jepej mundësia njerë në jetë, do doja që për 2 javë isha 2 ditë në periudhën e... Po, e kam seriozisht. 2 ditë në periudhën e antike romake. Fundit fare do doja të jetoja në periudhën kur ka qenë Skënderbeu. Mendoj që ishte shumë e bukur. Ishte perë. Jo, po ajo pra që është ambitor që e fundit fare të ngelet shumë gjë e bukur, do më pëlqente shumë. Kjo pasaj është Pulsi. Aty është Çezma, Burin. Kjo
kjo është pjesa ku hyet. Që jemi neve duke kaluar, se ngella vetëm shiko, ndje shiko këte i kanë shumë gjëra të bukura. Nuk jam e sigurt përse quaj plaka, do të thënë mitologjia fix. Po, është shumë lagje e bukur dhe më pëlqen shumë. Pjesë e lagjës plaka është edhe kjo pjesa këtu që është shumë antike, shumë e bukur. Është një ndër gjërat më të bukura që Athina ka, është që po thosha se erdhi një grua që më pyeti për diçka. Çdo pjesë të Athinës, ngado që të shkosh, është e infrastruktuar në mënyrë të atill që të çojnë drejt Akropolit. Domethënë, në çdo pjesë të anës të Athinës ke mundësinë që ta shohësh Akropolin, se sa e bukur dhe sa më dështore është, sepse është edhe shumë lart, po është edhe e tillë strukturuar që të kenë të bëjnë me pamjen. One of the times, I was like... Ja, dhe Clyde. Më bëri dhurat një lule, një trëndafil të bardhë, që ishte dyshe. E mirë, zëre sikur YouTube-i se paktën. Jo, nuk lejohet, se ndoshta mund të bëjnë kështu. Cancel. Doja e hapa këtë vlog sepse këtë pjesë, këtë moment, sepse është full, të tipit full, shumë turista. Së plot, ku do kalosh? Nga këto oferta, tregoj pak letrën që thoshte për masazh, edhe ishte 20 euro. Të tipit masazh të mirë fill. Dhe tani po presim të ashensorin, që kur futëm në ashensor dhe do interesojnë të pjesin. Dhe po, ja ku dolëm, edhe do një super masazh, thank you. Dhe herën parë që vajta në masazh në fakt, kështu që faleminderit. Eksperiencë shumë e bukur. Dhe sugjeroja. Po. Është në qendër të Athinës. Keni edhe Clyde këtu për sponsor. Një gjë e mirë që Clyde punon pas diteve dhe fundjavave zbulojmë nga diçka të re. Bravo! Bravo Clyde, bravo! Çdo fundjavë masazh. Po, leje. Do bëjmë masazhe të dy njerëz që vjen të provojnë diçka tjetër. Po. Tani është koha që t'ikim në shtëpi sepse është Eurovision. Jarnane ti tokajme, është me shtri. 2 minuta të vazhdoj. Go on! Tani hoqa make-upin dhe ka ardhur momenti që të shikojmë Eurovisionin. Ja këtu me Stiqi. Sa bukur s'po ka. Në fund, Shqipëria! Shkodra! Arsyet pse nuk më pëlqen Eurovisioni është që kthejnë shumë politike. Shtetet e tjera të merrin 12 pikë, edhe morën nga Franca që as e prisja fare. Nëse zgënjur shumë sepse prisja më shumë, po prapë jemi të kënaqur se doli vendi 8, po si thash çdo gjë kthehet në çështje politike, kështu që ta mbyll me kaq se më shumë fjalët e tepërta fukarallëkja. Clyde. Po të flesh në 3 gjys të mëngjesit, normalisht do zgjohesh në 12. Kështu që mirë mëngjesi. Kemi gjithë këto kohë që themi do të çojmë maska. Ku do i çojmë? Në fytyrë, Clyde, nuk është e të mendova se do i transportonin për diku. Ju lutem suportoni për mua që jam nga jugu. Nuk do t'i çojmë në kim, thash në fytyrë. Nëse vazhdojmë. Tani po, qa po i bëj maskave? Po i qojmë. Po i qojmë! Ku po i qojmë? Në fytyrë. Është kaq fresh. Hapi pak këto cepa, se si hap dot. Është shumë fresh, edhe më nevojite një maske tillë dhe bëm mirë që e vum. Du të marr prap tjetër që të vëm prap. Sa fresh! Nuk është që bëri njeri kështu, o fantazëm. Nuk e di. Kjo është balanca që dua në jetë, do me thënë vë mask, ha kos aktivja për mëngjes që t'jem healthy, i fus edhe i laktë. Bravo, je një healthy queen. Another day, another slay. Dova që do vish atë që vish atje, por jo. Tani outfiti, janë këto xhinset e bardha, ky kropi i bardh, kjo bandana që jep shumë bukuri, dhe janë këto detajet kështu gold, varsja, vëthët, kjo, po është dhe bandana që jep goxha bukuri.
Nuk e di, kisha shumë kohë, të tipit 2 vite pa vënë bandana. Do të thënë ne është e pamundur, nuk kemi thjesht fat, nuk kemi. Do jem unë perëndesha dhe do marr ca çarçafe. Do jem Shqipa? Po se doni. Zeusi, më Domi, sa mirë, di zotat grek. Lapsus. Ajo që na tha neve, do me thënë dhe dje që hajdeni të dielën, që janë falas, kështu që do ikim atje te Kallamakja tani. Po rri aty edhe po pozoja, edhe Klaj di që tha, thua edhe një, hajde këtu, thua edhe një, hajde këtu. Qa the? Stomatoma. Jo, nuk the këtë, the që you are a baddie. Thash unë qa jeti mo? Po se ja bëri që ke tha? Unë jam baddie. E the, mos bëj kot. Ja, ky është ai mashtrus. Jo, nuk e njeh. Janë ca që po vajbrojnë këtu edhe unë po vajbroj. Unë pak sa cute i kanë menut, në i dhanë shumë cute, se nuk është që, si me thënë, është në një vend wow, ose ka menu të lamishme, por i bëjnë shumë të mjera, kështu që përderisa ka këtë hajt, do ta provojmë. Ju betojmë, do ham si dera. Ndihet dera dhe është kaq, o zot, po vdes. Situata është e tillë, kla, se e di që po ha. Ngran kur në jetën time kështu, të tipit më e mira në botë, më e mira në jetën time, dhe me zi po pres kur të vinë shoqet, do vinë do t'i sjell këtu të ham. Është kaq e mirë, kaq e botë, di çfarë po bën. Nuk do ta harroj kur. Tani erdhëm në lagje, nuk është që ikëm që kundi, por u kënaqëm, ishte nice. Di që hëngra Kallamakjat më të mira, po. 10 nga 10. 10 nga 10, infinit nga 10. Por ngelet për herë tjetër, do ta përsëri vesh. Është ajo që hëngra unë, edhe po përtoja me dalë si Ilva, më tha me dalë nga diti, për jam dhe nesër në punë. Edhe unë gopa më vjen pak gjumë tani edhe Fix. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Se nuk e di pse kisha tër natën makthe, siklete dhe nuk është që e kam bërë gjumin shumë mirë. Kështu që ta sistemoj që të ikim në palestër, të ham makarona, se kemi kopa ngër makarona. Edhe kam domatinjat, kështu që nuk dua që të më prishim, kështu që makarona do bëj sot për drek. Edhe ndoshta shkojmë për në një pazar të vogël të Lidli. Si që isha duke gatuar, u gëzova se erdhi Klajdi nga puna, emaili për datat e provimeve. Dhe tani nuk jam fare lumtur. Jam shumë në aks. Se tani pse ma prish një momentin. Për casual, për pres Klajdin dhe jam jeti im që të ikim të bëjmë një pazar, pastaj ikim në palestër. Tani që ka ardhur vera, ky është sektori preferuar. Sa po erdhe në shtëpi, gjendja është kaos, por do kemi një hollë. E para sa po doli njerë, është buka tostit. Por ja, avash. E kishte në ofertë në 1 euro të 3 këto, se do t'i përdorim për krepat, na bëj Klajdi krepa. Ta e tha shumë, na ti do na bësh krepa, se i bën të mira. Po i mbani mend të akulloret, në Shqipëri shiten 3.000 lekë, këtu ishin 90 cent. Janë super gjigande, më të madhe se kokaime. Kemi një vudi të vogël, super të vogël, që e përdorim se ham në mëngjes me ves dhe bëjmë feta, mos kujtoni që jemi që i hargjojmë brenda ditës. Me 3 euro kemi marrë 12 copë akullore, që janë shumë të mira dhe po. Sallat, 12 kokë rraves shati, prosciutto, mëra domatinja që t'i bëjmë për sallat Cezar. Kjo pastaj është për energji. Mon nektarina për prosh, shpresoj që janë të mira dhe do t'i provojmë për herë të parë këtë vit. Qesh. Futi në frigo, këto kemi kërpudha. Normalisht që smungojnë makaronat. Normal smungojnë makarona. se mi të gjërat lartë. Qalp, kot për sport. Nepsi ishte shumë i keq edhe nuk e kemi provuar ende lule shtrydhe, kështu që dhe lule shtrydhe morëm që Klajdi është një ndër ata tipa që nuk i ha fasule plaçi, po unë vdes për fasule plaçi. Fasule plaçi janë, këtu i quajnë fasule gjigande, që janë të tipit të këtill, që bën e tavë. Grosh ko gërmova. Dhe shpresoj të jetë e mirë, se shera parë që do provoj konserv,
Se tani të bëj unë një plaqi e të ha vetëm unë nuk ka kuptim. Sa eri këtë mamin ha. Bizele, misër, kastravestushi, maja, ilaç për pllakat. Apo është maj tjetër ajo? Normalisht për krepat që tham, majonez, kos, fatkesish nuk është kosi që bën babi im, po ace. Qa dhe je? Pace. Ace, pace, kemi këtu Lenor, botës, kjo vjen shumë e mirë. Azax, që që pastrojmë dyrat, xham. E fundit, por më e rëndësishmja, Me shpifura. se do nxihemi këtë verë, të bëhemi çokoladë. Vaj kikiriku. Jo, është vaj karoten. Vaj pastiqe. Jo, nuk isha kapur video, zoti më. E di si i thoni nga anët tuaja, po këto ullinjt, Me maj quhen majosh. jo, nuk quhen me maj, quhen majosh. Quhen majosh se kanë një shije si të afër, si të thartë. Maj. Unë nuk e di si i thoni nga anët tuaja. Por, realisht si ujnë, Lidl-i që janë, market, nuk ka që është në një wow, Lidl-i. kanë super shije, janë shumë majosh, e më pëlqejnë. Janë ujnë kalamate. Andi nga ka punuar babi. Ja super, super, super vlerën. Të cilë i qik raki, i kot raki, qik prosciutto, kastraveca turshi pa ha, ullin pa ha, për meze fix. Edhe pasaj janë bërë fix tiranase. Nuk the Tiranas, Tiranë se ta them. Tironca. Jo, jam skarbanije. Nuk e di do me thënë. Dallohet qartë kur unë bëj dush, se nuk është më banjo, nuk qëtë më dush, qëtë sauna. Jam larë me ujë të nxehtë, nuk është normale. Mirë mëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. U zgjova do me thënë tani, e koha po shoh që është për mrekulli është diell. Tash kishin dalë datat e provimeve në Shqipëri. Edhe nuk e di, duhet të filloj që të shikoj për biletat për këto, se duhet përgatitem, erdhën provimet. Nuk duhet të përcjell ankth, po ç'a të bëj? Nuk kam çfarë të bëj. E di që ngjam pak a shumë si lëmsh, po ç'a të bëj? Kështu është jeta ime lëmsh. Tani estetik nuk është estetik, por ullinj, djath, vezë, salcice edhe qumësh, mëngjesi ideal. Klajdi edhe i thash Klajdi të rinte në dhomë, sepse doja që ta gjente drekën gati dhe ka dalë shumë e mirë, edhe në sy, po edhe në shije. Doja ham drekën në balkon. Ja, ka më mirë se ka tzatziki, këto i kam bërë në tavleu, patate, fileto pule, sallat dhe vura dhe gotat në frigorifer që t'jenë të ftohta që të pimë. Ka më mirë se ta hash në balkon. Vura thjesht jashtë kun këtu te divani, edhe jam shtrirë, edhe nuk e di, thjesht po shijoj si është shpreh italiane, sa Klajdi po ikën tani, po mirakullore i kemi në frigo, do ha dhe akullore tani dhe pastaj fix për palestër. Kjo është akulloreja ime, si kam qetë të vogla, kështu janë kaq cute, edhe kjo është pritse, nuk e percepton dot kamera, aq e vogël është Klajdi. Duhet një akullore mbas buke, duhet për tretje, qershia mbi të sa është akullore. Për zotin për 90 cent, ja super vlen, 92 cent, më falë. Sa e vogël. Përveç se po ikim në palestër, të hedhe dhe plerat, një rrugë e 2 punë. Sa po mbaruam palestër edhe jam qullosur, po kjo është një mirë, se dhe më thëmë që kam bërë mirë palestër. Por shumë e tezjatën, ka ardhur momenti që ta mbyllim këtë vlog. Apo jo? Po du ta mbyllim. Okej, shifemi këtu. Kështu që neve do shifemi te video e radhës.